Disa prej ish-bashkëpunëtorëve të Arben Taravarit duket se nuk do t'i bindën vendimit për të lëshuar qeverinë dhe koalicionin Vlen. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj ka postuar një njoftim për një vizitë realizuar në Prishtinë, ku është përshkruar si udhëtim me miq të Idealit, duke aluduar në personat që kanë braktisur Taravarin. Në agimin e kësaj dite, së bashku me disa miq të Idealit nga Alianca për Shqiptarët, morëm rrugën drejt Prishtinës, duke përshkuar autostradën Arben Xhaferi, një rrugë që për ne nuk është thjesht infrastrukturë, por simbol i lidhjes sonë shpirtërore dhe kombëtare. Aty në Prishtinë zhvilluam një bisedë vëllazërore me mikun ton, Albin Kurti. Ajo që na bashkon sot, më shumë se kurrë, është vizioni dhe ideali ynë i përbashkët për progres dhe zhvillim, një ideal që s'njeh kufi, as pengesa. Edhe ish-ministri Azir Aliu ishte pjesë e këtij takimi me Kurtin. Ai ka thënë se beson se përcaktimi për ndryshim në shoqëri nuk braktiset me pengesën e parë, por ndërtohet me edhe më shumë punë. Ai ka shkruar se me respekt të madh për kryetarin e partisë dhe të drejtën e tij për vlerësim politik, ndjej detyrim që publikisht të them se unë do të vazhdoj të jem pjesë e procesit që së bashku në vlen edhe në këtë qeveri. Një qeveri që për herë të parë hapi seriozisht institucionet dhe nisi të merret sistematikisht me problemet, nisi përballjen me korrupsionin dhe krimin dhe ngriti zërin kundër shtetit të kapur nga strukturat tashmë të njohura të korruptuara të BDI-s. Ndoshta nuk jemi të përsosur, por askush nuk mund të thotë se Vleni dhe ky koalicion nuk sollën një dinamik të re, një shpresë të re dhe një presion të vërtet për ndryshime strukturore. Përveç Fetajit dhe Azirit, në takimin me Kurtin ishin të pranishëm edhe Syria Rashiti dhe Feta Alimi.